Ethet e luftës po ziejnë në Groenland ndërsa disa vende të NATO-s dërgojnë trupa ushtarak për të marrë pjesë në stërvitje të përbashkëta me Danimarkën, ndërsa Donald Trump rrit kërcënimet e tij për të aneksuar me forcë ishullin Arik. Gjermania, Suedia, Franca dhe Norvegjia kanë konfirmuar se do të dërgojnë personel ushtarak në Groenland për një stërvitje të përbashkët me forcat daneze. Kanadaja dhe Franca kanë njoftuar gjithashtu plane për të hapur konsullatën në Nuuk, kryeqytetin e Groenlandës, në javën e ardhshme. Siç njoftoi kryeministri suedez Kristersson përmes një postimi në rrjetin social X, oficerët suedez së bashku me një grup trupash nga vende të tjera aleate do të përgatiten së bashku për stërvitjen e ardhshme të quajtur Operacioni Arktik i Qëndrueshmërisë. Ata janë të përfshirë në një grup nga vende aleate. Norvegjia gjithashtu po dërgon 2 personel mbrojtës në Groenland, ka konfirmuar zëdhënësi norvegjeze të mbrojtjes. Nuk është e pazakontë që vendet e NATO-s të dërgojnë trupa në vende të tjera të aleancës për trajnim dhe për vite me radhë anëtarët përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shtyrë në rritjen e ushtrimeve të përbashkëta në rrethin arktik. Shtetet e Bashkuara aktualisht kanë rreth 150 trupa të stacionuar në bazën hapësinore Pituj në veri perëndim të Groenlandës. Megjithatë, si koha ashtu edhe simbolika e njoftimeve të fundit nga vendet europiane përbën një shfaqje të rëndësishme solidariteti në një kohë tensioni të papar brenda NATO-s. Lajmi për misionin europian në Groenland erdhi një ditë më parë kur zyrtarët danezë në Groenland u takuan me sekretarin e shtetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Marco Rubio dhe zëvendës presidenti Vanke. Vetëm disa orë pasi Trumpi tha në mediat sociale se çdo gjë më pak se sa kontrolli amerikan i Groenlandës është i papranueshëm. Takimi dha pak rezultate të prekshme me ministrin e jashtëm danez Rusen, që vuri në dukje se ai dhe homologu i Groenlandës patën diskutim qartë apo konstruktiv me Rubio dhe Vanke, por se mbeti mosmarrëveshje themelore. Megjithatë, Rusen tha se palët eran dakord të formojnë një grup pune të nivelit të lartë për të ndërtuar dhe mund të gjejnë një rrugë të përbashkët për të ecur përpara, cili pritet të takohet gjatë javës së ardhshme.